E pastaj na duhet të dëgjojmë se ne, Partia Socialiste e Shqipërisë në qeveri, me një agent shumë të qartë për mjedisit, ne që në kemi rreziku dhe ne e pas kemi ndryshuar ligjin për t'i dhënë hapësirë Jared Kushnerit që të shkatërrojë Bregdetin ton. Çfarë po thoni? Kjo është gënjeshtër. Në 2024 bëm ndryshime për të specifikuar çfarë lejohet e çfarë nuk lejohet në kategoritë e ndryshme të mbrojtjes, sepse nuk ka vetëm një kategori mbrojtjeje. Edhe në Europë, në standardet europiane, ka disa kategori të zonave të mbrojtura. Është kategoria 1 që nuk preket, thjesht ruhet, thjesht kujdesesh për të, pastaj është 2, është 3 e kështu me radhë. Zona për cilën flasin ka qenë gjithmonë zonë e kategorisë 5. Nuk ka as pak asgjë të bëjë me Vjosën dhe me Vjosën Nartën. Vjosa Narta, delta e lumit Vjosa e parkut është e mbrojtur, është e paprekshme, nuk po preket, nuk do të preket. Ky është peizazh i mbrojtur. Peizazh i mbrojtur. Dhe peizazhi i mbrojtur bazohet në standardin dhe përkufizimin EBS, një hapësirë ku mund të ndërtosh, mund të ketë dhe qytete që janë peizazh i mbrojtur. Po mirë, po t'ju them unë ju, një nga gjërat që është kusht për projektin është për të pasur më shumë hapësirë gjelbrimi pas se sa përpara. Si do të ndjeshit ju për këtë? Çfarë do të thonit? Po sikur unë t'ju thoja që ne po punojmë me arkitektët më të mëdhenj të peizazhit. Me arkitektët më të mirë, urbane, inxhinierët më të mirë mjedisor. Ka një ekip shumë të madh që po punon për këtë dhe ky projekt do të jetë një tjetër provë, në mos prova më e mirë e mundshme, dhe këtë synojmë, por do të jetë një tjetër provë që natyra e zhvillimi bashkëjetojnë. Natyra nuk mund të jetë mallkim për mirëqenien e njerëzve. Në qoftë se Shqipëria do të rrit PBB-n e saj. Ne kemi nisur me produktin e brendshëm bruto më pak se sa 10 miliardë, kur unë mora pozicionin si kryeministër, ndërkohë që sot jemi te rreth 27 miliardëshit, dhe në 2030 duam të arrim 35 miliardë. Dhe këto nuk do ta bëjmë përmes karbonizimit. Sa për dijenin tuaj, për ata që nuk e din, ne jemi 100% me prodhim energjie ripërtëritshme në Shqipëri. E dini? 100% energji e ripërtëritshme. Nuk kemi energji fosile, nuk kemi gaz. Ne kemi energji 100% të ripërtëritshme. Hidrike, diellore, dhe 2028 Shqipëria do të jetë eksportuese neto e energjisë së gjelbër, eksportuese neto, nuk do të kemi më nevojë të importojmë energji nga askush. E dini këtë? Jam i sigurt që nuk e dini. Dhe në fakt nuk e keni detyrim ta dini. Arsyeja pse bota është kaq e entuziazmuar për këtë është për shkak të Donald Trumpit, sepse nuk besoj që flamingot në Shqipëri do të kishin bërë një trazim kaq të madh nëse nuk do të ishte një rast për t'i shkuar pas Donald Trumpit, por kjo nuk ka të bëjë me Donald Trumpin. Kur Jared Kushner dhe Ivanka Trump erdhi këtu, nuk ishte ende e qartë nëse Donald Trumpi do të çojë në burg apo do të shkonte në shtëpinë e bardhë. Dhe për mua ata ishin investues amerikan që pyesnin nëse mund të kishin një shans në Shqipëri. Nuk ishin familja e Donald Trumpit. Sepse siç e thash,
Donald Trumpi aso kohë mund edhe të shkonte në burg, sepse përballej me shumë akuza aso kohë. Por nuk më takonte mua që të merresha me këtë. Pa mendoni, nga njëra anë mua më thonë që jam gjithmonë njeriu i Sorosit, tani jam njeriu i Kushnerit e pa gjeni se kush jam. Unë jam kryeministri i Shqipërisë që dua që të gjithë të vinë të investojnë këtu dhe dua që të jenë miq të këtij vendi dhe nuk mendoj se Shqipëria duhet të jetë po themi ushqim për betejat politike në Amerikë apo diku gjetë. Dhe unë duaj që çdo projekt i bazuar në fakte dhe përgjigjja do të jepet përmes projekti. Në qoftë se projekti do të jap përgjigjen, do të vazhdojë. Në qoftë se projekti nuk do të jap përgjigjen e dur, atëherë projekti do duhet përmirësohet, por 25% më shumë. Afro 25% më shumë natyrë, gjelbrim, rigjenerim do të sillet, është ajo që do të sillet nga projekti, sepse këto janë objektivat. Këto janë objektivat që kemi. Ndaj, kushdo që më merr për të mirë qenë gabohet. Nuk jam zgjuar kurrë një ditë të jetës time me mendimin si të bëj diçka të shëmtuar. Gjithmonë kam besuar që bukuria është ajo për cilën kemi nevojë dhe kam luftuar gjithmonë për të bukurën. Kam patur gjithmonë sukses? Jo, s'mundesh. Por sot Shqipëria është një vend dhe ju sfidoj me fakte ku numri më i madh i arkitektë më të mirë të botës po punojnë së bashku më vete për projekte. Ky lloj përqendrimi është diçka që nuk e gjeni dot në asnjë vend të Europës. Pse? Sepse ne duam të bukurën, duam cilësinë. Duam që të ndodhin gjëra që e ndryshojnë këtë vend një herë mirë. Jo vetëm perceptimin për këtë vend. Që ka qenë ndërtuar në mënyrë të padrejtë, mbështetur në të gjithë gjërat më të këqija, krimi, korrupsioni, drogat. Të gjitha këto janë pjesë e tij siç janë pjesë e çdo vendi, por të nxjerra krejt nga përmasat. Porti i Barcelonës, i Rotterdamit, i Anversës, janë gjitha në Shqipëri. Një prej këtyre porteve qarkullon më shumë narkotik se e gjithë PBB-ja e Shqipërisë. Këto janë të vërtetat. Kështu që pyetja është, nëse unë po jam një njerëz që merret me politikë dhe shpreson e kërkon të ndryshoj vendin e vet si kryeministër, duhet të jem domosdoshmërisht dikush që vjet në dyshim apo të trajtohet si njeri pa vlerë në përballë ndërtesës ku punoj duke ju kërkuar gjëra që mendojnë legjitime, pra i bën kjo ata më të respektuar se sa unë. Pse? Sepse çdo politikan është hajdut, sepse çdo njeri është i korruptuar, sepse ndershmëria dhe virgjëria dhe gjelbërimi është në rrugë, ndërkohë që në ndërtesa institucione ku bëhen gjërat më të vështira, ku merren mendimet më të vështira, janë vetëm njerëz të korruptuar, hajdut, kriminal, është shumë e lehtë kjo. Është shumë e lehtë ta mendosh. Ju nuk vini nga Facebooku. Ju nuk vini nga Instagrami. Ju vini nga vende që ende i besojnë gazetarisë. Dhe ende i besojnë shpresoj së vërtetës. Dhe ju ende duhet të besoni fakteve. Sepse si mund të merremi me këto oqean gënjeshtrash që sa vjen e bëhet më i madh. Pa gjejeni, gjysmë të vërtetat kanë potencialin për të qenë gënjeshtrat më të mëdha, sepse kanë një dozë të vërtete. Por pastaj i shton. Dhe çdo ditë është e smur, po gryen botën demokratike, po e kthen përmbys çdo gjë tek e cila kemi besuar.
Kështu e mendoj dhe ju lutem kuptoni diçka. Të gjithë këtë po merrni për një arsye, po flisni me personin e gabuar, në kohën e gabuar, në vendin e gabuar, sepse keni ardhur pas 7 ditësh balte që është përhapur, e kam mbytur botën. Dhe pa fuqia për t'i parë, për t'i ndjerë këto gënjeshtra dhe duke mos pasur mundësinë për të paraqitur një fakt, 2, 3 të thjeshta. Unë them nuk ka projekt. Dhe komenti i një mediaje të madhe është, por këta protestues thonë që ka një projekt. Çfarë është kjo? Kryeministri Rama tha që nuk ka projekt, po dëgjojeni këtë protestues. Dhe një njeri që s'ka hiç informacion për çështjen thotë po ka një projekt, do të ndodhë kështu e ashtu. Po ku është projekti? Yes. Ju lutem më kuptoni. Kam unë mikrofonin. Kryeministër, faleminderit që na pritët. Unë jam Kamelia nga Pro TV Rumania. Na ndihmoni të sqarojmë disa gjëra. Kemi 2 projekte të ishullit të Sazanit dhe në Bregdet. Nuk kemi 2 projekte, kemi 2 vend zhvillimi. Po përflasë, jo, sepse fjalët sot janë të rëndësishme, kemi 2 vend ndodhje. Në Bregdet, projekti është anuluar, apo është pezulluar? Jo, po si dreqin flas, po, për ju thatë në fillim, kemi regjistrimin, a keni regjistrimin, po që është anuluar. Ju keni regjistrimin, unë kam Alzheimer. Po? Jo. Unë jam këtu, unë po flas, e thatë në fillim, që është anuluar, nuk thash asnjëherë është anuluar, asgjë nuk është anuluar, sepse nuk ka pasur kur një projekt për të anuluar. Mirë, jo, nuk është në rregull, sepse vini këtu, me kokën të mbushur plot me gënjeshtrat që ju kanë bllokuar trurin dhe asgjë nuk ju kalon përmes tyre. Jo, trurin e kam shumë në rregull. Jo, ju tha që është anuluar. Jo, trurin e keni në rregull. Problemi është sa i hapur është ai për faktet. Ju tha në fillim. Jo, nuk është në rregull. Nuk është në rregull, nuk e pranoj. Nuk është në rregull. Kemi të tjerë këtu dhe më duhet më thonë, në qoftë se të gjithë thonë që e kam thënë në fillim që ne kemi anuluar projektin, atëherë kemi një problem. Na duhet që të shohim regjistrimin. Jo, nuk vazhdoj. Nuk mund të vazhdoj. Ndjes. Më thoni diçka që nuk kam thënë kurrë, sepse keni ardhur e bindur që ka një projekt që është anuluar. Nuk ka mikrofon gazetarja. Ajo tha që unë thash në fillim që projekti ishte anuluar. Po, talleni me mua apo çfarë? Ajo tha që në fillim unë thash se projekti u anulua. Unë nuk e thash këtë gjë, sepse që të anulosh një projekt, nuk e di seriozisht e keni. Po, këto janë gjërat. Pse e kemi të gjithë të mjegull? Unë kur nuk kam thënë që kemi anuluar projektin, sepse nuk ka pasur asnjëherë një projekt. Projekti është diçka për të cilën po punohet. Çfarë ka të vështirë për të kuptuar këtu? Apo nuk është tërheqëse, seksi? Nuk ka mikrofon gazetarja. E flas në kuptimin seksi, në kuptimin tërheqëse, jo, se faktet nuk janë joshse, faktet janë të mërzitshme, po gënjeshtrat janë shumë joshse. Dhe në fakt kjo është ajo çfarë mësoj çdo ditë me gjithçka që shpërndahet në mbar platformat, sepse edhe një herë kam gjysmore që flas këtu dhe s'keni dëgjuar asgjë. Si t'ju ndihmoj? Nuk e dëgjoj gazetare, nuk ka mikrofon të hapur. Cili është diferenca midis një projekti dhe projekti u anulua? Ju thoni që nuk keni thënë që projekti është anuluar, na ndihmoni që të kuptojmë. Seriozisht e keni çfarë diferencë ka midis nuk ka një projekt dhe projekti është anuluar? Nuk shihni asnjë ndryshim? Jo, po ju pyes. Vërtet? Seriozisht, nuk shihni asnjë ndryshim.
të anulosh një projekt, që të anulosh duhet ta kesh një projekt. Për ndryshe çfarë do të anulosh? E kuptova? Çfarë është kjo? Seriozisht? Pra, ju nuk shihni asnjë ndryshim midis nuk ka projekt dhe projekti është anuluar? Nuk ka asnjë ndryshim për ju? Jo? Jo? Prandaj e bëra këtë pyetje, sepse doja që ju ta qartësoni, duke qenë se thatë në fillim nuk e kam thënë kur mos kam ngulni. Mos kam ngulni. Pra, projekti është pezulluar.